Çmë se kalon super kalimi Bajramit. E çojnë vetë në rrjet për një super Nedim Bajrami. Minuta 40 para se të rezultat. Arrin të realizoj në portën e jordanezëve. Mendim në kundërshtarit. Absolutisht, por ishte Daku, mos njëri tjetri. Por që tham pak përpara, dinamika 1-1 dhe ndodh pikërisht kjo. Moment për shtellimi, lojtarët nuk dinë çfarë të bëjnë më dhe ndodh një autogol i tillë. 7 gola me ekipin kombëtar Nedim Bajrami, të parin në qershorin e vitit 2023. Pra bënda pothuajse 2 vite pak muaj, 7 gola të realizuar. Moldavis, Faroeve, Çekis, Azerbajxhanit, Italis, më i rëndësishmi në kupën në kampionatin evropian, Ukrainës së fundmi këtu në Tiranë, në humbjen 1-2 dhe rikthehet pas pothuajse një viti që e gol. Ramadani Aslani, çfarë topi për Broja! Realizon Shqipëria! Armando Broja! Aksioni Aslani që këtë lloj vertikaliteti këtë lojë praktikoi shumë shpesh në pjesën e parë e padë ku Serbisë dhe lëvizja e Brojës fantastike ndërmjet limitit të pozicionit jashtë loje dhe me qetësi të jashtëzakonshme shënon një gol shumë të bukur. Goli 6 me kombëtaren shqiptare për Armando Brojën. Shire dhe një tjetër. Nuk ka rindo të ndalë portieri, ka ngritur dorën për pozicion e shloje. Kujtojmë që nuk ka varë, kështu që goli vlen. Armando Broja. Me shumë klas. Me shumë klas, shumë qetësi, pa u nxituar. Zuri vendin e Dakut dhe Broja çon topin në rrjet. Çfarë topi nga Aslani? Çfarë topi? Duke sigur vazhdon me atë qetësinë e tij në fushën e lojës. Goli i parë për këtë vit në 2024 shënonte përpara Europianit ndaj Liechtensteinit vetëm një gol. Hoxha ka lëvizur bukur Mitaj. Gjeti Hoxha! Wow, çfarë goli! Wow, çfarë goli! Arbër Hoxha! Një